A e dini se një copëz e vogël xhenxhefili mund të shkaktojë një sër ndryshimesh në trupin tuaj? Shumë njerëz e përdorin xhenxhefilin vetëm si erëz ose në çaj. Por kur konsumohet rregullisht, ai mund të ndikojë në tretje, inflamacion dhe mënyrën se si trupi juaj reagon ndaj ushqimit. Por ja ku bëhet interesante. Çfarë ndodh në të vërtetë në trupin tuaj nëse hani xhenxhefil çdo ditë për 7 ditë? Në ditët e para, mund të vini ndryshime në stomak dhe tretje. Më pas, përbërësit aktiv të xhenxhefilit fillojnë të ndërveprojnë me procese të ndryshme në organizëm. Por jo gjithçka është pozitive për të gjithë. Sasia që konsumoni, mënyra si e përdorni dhe gjendja juaj shëndetësore mund të bëjnë një ndryshim të madh. Në këtë video do të zbulojmë çfarë mund të ndodhë me trupin tuaj kur xhenxhefili bëhet pjesë e përditshme e dietës. Cilat janë përfitimet më të mundshme dhe kur duhet të tregoheni të kujdesshëm. Dhe qëndroni deri në fund, sepse efekti i fundit është ai që shumë njerëz nuk e dinë. Nëse do t'ju thoshin se një nga ushqimet më të thjeshta që mund të gjeni në kuzhinë mund të ndikojë në tretjen, të përzierat, inflamacionin dhe mënyrën se si ndiheni gjatë ditës, ndoshta do të mendonit menjëherë për ndonjë suplement të shtrenjtë, por në fakt bëhet fjalë për diçka shumë më të zakonshme. Xhenxhefilin. Për mijëra vite, xhenxhefili është përdorur në kultura të ndryshme si ushqim, erëz dhe përbërës në pije të ngrohta. Sot, ai është bërë përsëri shumë i popularizuar, sidomos te njerëzit që kërkojnë mënyra të thjeshta për të përmirësuar ushqyerjen e tyre. Por çfarë ndodh në të vërtetë në trup nëse konsumoni xhenxhefil çdo ditë? A mjafton një copë e vogël? A është më mirë ta konsumoni të freskët, në çaj apo si pluhur? Dhe mbi të gjitha, a është vërtet e dobishme ta hani çdo ditë? Në këtë video do ta shpjegojmë hap pas hapi, dhe le të fillojmë me një nga gjërat e para që mund të vëreni. 1. Mund të ndikojë në tretjen tuaj. Një nga përdorimet më të njohura të xhenxhefilit lidhet me sistemin tretës. Pas një vakti të rënd, disa njerëz ndihen të fryrë, të rënduar ose sikur ushqimi qëndron gjatë në stomak. Këtu hyn në lojë një nga veçoritë më interesante të xhenxhefilit. Xhenxhefili përmban përbërës bioaktiv, ndër të cilët më i njohuri është gingeroli. Këta përbërës janë studiuar për ndikimin e tyre në procese të ndryshme të organizmit. Në veçanti, kërkimet kanë shërtuar ndikimin e xhenxhefilit në lëvizshmërinë e stomakut dhe traktit tretës. Kjo është e rëndësishme sepse tretja nuk varet vetëm nga ajo që hani. Varet edhe nga mënyra se si sistemi juaj tretës e përpunon ushqimin. Imagjinoni stomakun si një dhomë ku ushqimi përpunohet përpara se të kalojë mëtej. Nëse procesi është i ngadalt, mund të ndiheni të ngopur për shumë kohë. Mund të shfaqet fryrje. Mund të ndjeni rëndesë. Dhe ndonjëherë mund të keni edhe shqetësime të tjera të tretjes. Për këtë arsye, disa njerëz e përdorin xhenxhefilin pas ushqimit, sidomos pas vakteve të rënda. Por duhet të bëjmë një dallim të rëndësishëm. Xhenxhefili nuk është një pastrues magjik i stomakut. Nuk ka nevojë të besoni çdo pretendim që shihni në internet. Ai nuk e shkrin ushqimin dhe nuk e pastron trupin nga toksinat brenda pak minutash. Trupi juaj ka organet e veta për eliminimin e mbetjeve, veçanërisht mëlçin dhe veshkat. Ajo që mund të bëjë xhenxhefili është të ndikojë në disa procese fiziologjike që lidhen me tretjen. Dhe kjo është shumë më interesante se sa një premtim i egzageruar. 2. Mund të ndihmojë me të përzierat. Një tjetër arsye pse xhenxhefili është bërë kaq i njohur është lidhja e tij me të përzierat. Mund të keni dëgjuar njerëz që thonë: "Kur më vjen për të vjell, pi pak çaj me xhenxhefil." Dhe kjo nuk është një ide e dalë krejtësisht nga hiçi. Xhenxhefili është studiuar për disa lloje të përzierash, përfshirë të përziera gjatë shtatzënisë dhe disa raste të përzierave pas ndërhyrjeve kirurgjikale ose trajtimeve të caktuara. Por efekti nuk është i njëjtë për çdo person. Kjo është arsyeja pse duhet të jemi realist. Nëse hani pak xhenxhefil sot, nuk do të thotë se çdo ndjesje të përzierës do të zhduket menjëherë. Organizmi i çdo personi është i ndryshëm, por për disa njerëz xhenxhefili mund të jetë një ndihmë e dobishme. Dhe mënyra se si e konsumoni mund të ndryshojë edhe përvojën. Disa e përdorin në çaj, disa e shtojnë në ushqim, disa përdorin një sasi të vogël të xhenxhefilit të freskët, ndërsa të tjerë zgjedhin produkte të përpunuara me xhenxhefil. Por këtu duhet të jeni të kujdesshëm. Më shumë nuk do të thotë domosdoshmërisht më mirë. Një nga gabimet më të zakonshme është mendimi se nëse një ushqim mund të jetë i dobishëm në një sasi të vogël, një sasi shumë më e madhe do të ketë një efekt edhe më të madh. Kjo nuk funksionon gjithmonë kështu. Në fakt, sasitë e mëdha të xhenxhefilit mund të shkaktojnë shqetësime te disa njerëz. Mund të shfaqet urth,
mund të ketë irritim të stomakut, mund të shfaqet diare. Prandaj qëllimi nuk është të konsumoni sa më shumë. Qëllimi është moderimi. 3. Mund të ndikojë në inflamacion. Tani vim te një nga temat më interesante. Inflamacioni. Inflamacioni është një proces normal i sistemit imunitar. Kur trupi përballet me dëmtime ose kërcënime të caktuara, ai aktivizon mekanizma mbrojtës. Problemi lind kur procese inflamatore bëhen të vazhdueshme ose të çrregulluara. Pikërisht për këtë arsye, shkencëtarët kanë studiuar përbërësit e xhenxhefilit dhe potencialin e tyre anti-inflamator. Gingeroli dhe përbërës të tjerë të xhenxhefilit mund të ndikojnë në disa rrugë biologjike të lidhura me inflamacionin. Kjo ka bërë që xhenxhefili të studiohet edhe në lidhje me shqetësime të ndryshme, përfshirë dhimbjet e kyçeve. Por edhe këtu duhet të shmangim një keqkuptim. Të thuash se xhenxhefili mund të ketë veti anti-inflamatore nuk do të thotë se xhenxhefili shëron çdo sëmundje inflamatore. Nuk është zëvendësim për trajtimin mjekësor. Nuk duhet të ndërprisni një ilaç të përshkruar vetëm sepse keni filluar të përdorni xhenxhefil. Por si pjesë e një ushqyerje të ekuilibruar, xhenxhefili mund të jetë një përbërës interesant. Dhe kjo është një nga arsyet pse ai përdoret kaq shumë në kuzhina tradicionale. 4. Mund të ndikojë në ndjesinë e rëndesës pas ushqimit. Tani imagjinoni një situatë shumë të zakonshme. Është darkë, keni ngrënë më shumë se zakonisht. Ndoshta keni ngrënë ushqime të yndyrshme, mish, bukë, ëmbëlsirë dhe më pas jeni ulur në divan. Pas pak minutash filloni të ndiheni të rënduar. Barku duket i fryrë. Nuk ndiheni rehat. Në këtë situatë, një pije ngrohtë me pak xhenxhefil mund të jetë e këndshme dhe për disa njerëz mund të ndihmojë me shqetësimet e tretjes. Por duhet të kuptojmë diçka shumë të rëndësishme. Problemi nuk zgjidhet vetëm duke shtuar xhenxhefil. Nëse çdo ditë konsumoni ushqime shumë të përpunuara, shumë sheqer, shumë krip, shumë yndyrë dhe shumë kalori, një filxhan çaj me xhenxhefil nuk do ta neutralizojë këtë mënyrë ushqyerjeje. Xhenxhefili duhet parë si një pjesë e vogël e një stili jetese më të shëndetshëm, jo si një buton magjik. 5. Çfarë ndodh me gojën dhe shijen? Ka edhe një efekt që mund ta vëreni menjëherë. Xhenxhefili ka një shije karakteristike. Është pikant, pak i athët, dhe kur është i freskët, mund të jap një ndjesi ngrohjeje në gojë. Kjo ndjesi lidhet me përbërësit pikant të xhenxhefilit. Disa njerëz e pëlqejnë shumë, të tjerë kanë të vështirë ta konsumojnë të freskët. Pikërisht për këtë arsye, çaji është një mënyrë e popularizuar. Mund ta kombinoni me ujë të ngrohtë dhe nëse dëshironi me pak limon, por kujdes me sasinë e mjaltit. Nëse qëllimi juaj është të kufizoni sheqerin, nuk ka shumë kuptim të përgatisni një pije me xhenxhefil dhe më pas të shtoni disa lugë sheqer ose mjalt. Në fund, pija mund të ketë një sasi të konsiderueshme sheqeri. Pra, edhe këtu ekuilibri është çelësi. 6. Po metabolizmi. Kjo është një nga pyetjet që bëjnë shumë njerëz. A mund të më përshpejtojë xhenxhefili metabolizmin? Përgjigja kërkon pak kujdes. Disa studime kanë shërtuar efektet e xhenxhefilit në termogjenezë, ngopje dhe procese të lidhura me metabolizmin. Por kjo nuk do të thotë se xhenxhefili është një djegës yndyre. Nëse hani një copë xhenxhefil dhe vazhdoni të konsumoni më shumë kalori se sa shpenzon trupi juaj, xhenxhefili nuk do ta bëjë automatikisht trupin të humbas peshë. Humbja e peshës është shumë më komplekse. Ajo lidhet me marrjen e energjisë, aktivitetin fizik, gjumin, përbërjen e dietës dhe faktorë të tjerë. Megjithatë, nëse përdorni xhenxhefil në vend të një pijeje me shumë sheqer, atëherë mund të krijoni një ndryshim indirekt. Për shembull, në vend që të pini një pije të ëmbël pas darkës, mund të zgjidhni një çaj të thjeshtë me xhenxhefil. Në këtë rast, përfitimi nuk vjen sepse xhenxhefili shkatëron yndyrën, vjen sepse keni bërë një zgjedhje më të mirë ushqimore. Ky është një dallim shumë i rëndësishëm. 7. Xhenxhefili dhe sheqeri në gjak. Një tjetër fushë që ka tërhequr vëmendje është ndikimi i mundshëm i xhenxhefilit në kontrollin e sheqerit në gjak. Disa studime kanë raportuar rezultate interesante, veçanërisht te personat me çrregullime metabolike, por rezultatet nuk janë aq të forta sa për të thënë xhenxhefili shëron diabetin. Kjo do të ishte e gabuar. Nëse një person ka diabet ose merr ilaçe që ndikojnë në sheqerin në gjak, nuk duhet të përdor doza të larta të xhenxhefilit si zëvendësim të trajtimit. Në fakt, përdorimi i sasive të mëdha të suplementeve mund të kërkojë kujdes shtesë. Ushqimi është një gjë, suplementi i përqendruar është diçka tjetër.
Një sasi e vogël xhenxhefili në ushqim nuk duhet të barazohet automatikisht me një kapsul me ekstrakt të përqendruar. Kjo është diçka që shumë njerëz e harrojnë. 8. Pse forma e xhenxhefilit ka rëndësi? Tani kemi ardhur te një pyetje shumë praktike. Si duhet ta konsumoni? Xhenxhefili i freskët është një opsion. Mund ta grini në ushqim, mund ta shtoni në çaj, mund ta përdorni në supa ose në receta të ndryshme. Ekziston edhe xhenxhefili pluhur. Ai është më praktik dhe mund të ruhet më gjatë, por shija dhe përqendrimi i përbërësve mund të ndryshojnë. Pastaj kemi suplementet, dhe këtu duhet të jemi shumë më të kujdesshëm. Një suplement mund të përmbajë ekstrakt të përqendruar dhe doza shumë më të larta se sa ato që do të merrnit normalisht nga ushqimi. Nëse merrni ilaçe rregullisht, veçanërisht ilaçe që ndikojnë në mpiksjen e gjakut, është rëndësishme të flisni me mjekun ose farmacistin përpara se të përdorni doza të larta të suplementeve me xhenxhefil. Nuk ka nevojë për panik. Thjesht duhet të kuptoni ndryshimin midis një ushqimi dhe një ekstrakti të përqendruar. 9. Çfarë mund të ndodhë në ditët e para? Le të imagjinojmë se sot filloni të konsumoni një sasi të moderuar xhenxhefili. Çfarë mund të ndjeni? Disa njerëz nuk vërejnë asgjë të veçantë, dhe kjo është krejt normale. Xhenxhefili nuk është një ilaç që duhet të jap patjetër një efekt të menjëhershëm. Të tjerë mund të vërejnë se tretja ndihet pak më ndryshe. Disa mund të ndihen më rehat pas vakteve, ndërsa disa persona mund të kenë efektin e kundërt. Nëse konsumoni shumë, mund të shfaqet irritimi i stomakut, urdhë ose shqetësime të tjera. Prandaj është më mirë të filloni me një sasi të vogël dhe të shihni si reagon organizmi juaj, sidomos nëse nuk jeni mësuar me ushqime pikante. 10. Gabimi që bëjnë shumë njerëz. Një nga gabimet më të mëdha është të mendojnë: është natyral, prandaj mund ta përdor pa kufi. Por natyral nuk do të thotë automatikisht i sigurt në çdo dozë. Edhe ushqimet e zakonshme mund të shkaktojnë probleme nëse konsumohen në sasi të tepërta. Dhe kjo vlen veçanërisht për suplementet. Prandaj, nëse vendosni ta bëni xhenxhefilin pjesë të dietës suaj, mendoni për të si një ushqim, jo si një ilaç magjik. Mos e përdorni për të zëvendësuar një dietë të ekuilibruar. Mos e përdorni për të zëvendësuar ilaçet. Dhe mos besoni premtime që thonë se vetëm një ushqim mund të shërojë dhjetëra sëmundje. Trupi është shumë më kompleks se kaq, por kjo nuk e bën xhenxhefilin më pak interesant. Përkundrazi, fakti që një rënje vogël përmban përbërës bioaktiv që janë studiuar për tretjen, të përzierat dhe proceset inflamatore është pikërisht ajo që e bën kaq interesante. Dhe këtu historia bëhet edhe më interesante, sepse deri tani kemi folur kryesisht për atë që mund të ndodhë me sistemin tretës. Por xhenxhefili është studiuar edhe në lidhje me dhimbjet, metabolizmin dhe shëndetin kardiometabolik. Dhe pyetja është, a mund të ndikojë vërtet konsumimi i rregullt i xhenxhefilit në mënyrën se si trupi përballet me inflamacionin dhe dhimbjen? Këtë do ta shohim në pjesën tjetër, dhe do të flasim edhe për një nga gabimet më të zakonshme. Sa xhenxhefil është shumë xhenxhefil dhe kush duhet të tregoj më shumë kujdes me të. Çfarë duhet të dini për xhenxhefilin? Në pjesën e parë pam se xhenxhefili është studiuar për ndikimin e tij të përzierat, tretja dhe disa procese të tjera në organizëm. Por tani vjen pjesa që shumë njerëz e anashkalojnë. A është vërtet e sigurt të hani xhenxhefil çdo ditë? Përgjigjja është: për shumë njerëz sasitë e zakonshme ushqimore tolerohen mirë, por jo çdo person dhe jo çdo dozë është e njëjtë. Sipas Qendrës Kombëtare për Shëndetin Plotësues dhe Integrues, xhenxhefili është studiuar në shumë kërkime dhe mund të jetë i dobishëm për disa lloje të përzierash, ndërsa për disa përdorime të tjera provat mbeten të kufizuara ose të pasigurta. Pra, nuk duhet ta shohim si një ilaç magjik. Duhet ta shohim si një ushqim me përbërës bioaktiv interesant. 11. Po dhimbjet e kyçeve. Ndoshta keni dëgjuar se xhenxhefili mund të ndihmojë njerëzit që kanë dhimbje në gjunjë ose kyçe. Kjo ide ka një bazë kërkimore, por duhet të jemi të kujdesshëm me përfundimin. Disa studime kanë shërtuar suplementet e xhenxhefilit për simptomat e osteoartritit të gjurit, por cilësia e provave nuk është mjaftueshëm e fortë për të thënë se xhenxhefili është një trajtim i sigurt dhe efektiv për dhimbjet e kyçeve. Kjo do të thotë se nuk duhet të hiqni dorë nga trajtimi mjekësor dhe të mbështeteni vetëm te xhenxhefili. Por nëse e përdorni si pjesë të një diete të ekuilibruar, ai mund të jetë një përbërës i vlefshëm ushqimor. 12. Çfarë ndodh nëse e teproni? Këtu duhet të ndalemi, sepse shumë njerëz mendojnë:
Nëse pak xhenxhefil është i mirë, shumë xhenxhefil duhet të jetë edhe më i mirë. Ky është një gabim. Në sasi më të mëdha, xhenxhefili mund të shkaktojë shqetësime si urdhë, diare, parehati në bark ose irritim të gojës dhe fytit. Pra, nëse pas konsumimit të xhenxhefilit filloni të ndjeni djegje në stomak, parehati ose probleme me tretjen, nuk është ide mirë të shtoni edhe më shumë. Trupi po ju jep një sinjal, dhe sinjalet e trupit duhen dëgjuar. 13. Po njerëzit që marrin ilaçe. Kjo është një nga pjesët më të rëndësishme të gjithë videos. Nëse merrni ilaçe rregullisht, veçanërisht nëse po mendoni të përdorni suplement ose doza të përqendruara xhenxhefili, duhet të flisni me mjekun ose farmacistin. Arsyeja është se bimët dhe suplementet mund të ndërveprojnë me disa ilaçe. Për xhenxhefilin janë ngritur gjithashtu shqetësime për ndërveprime të mundshme me barna që ndikojnë në mpiksjen e gjakut. Kjo nuk do të thotë se një sasi e vogël xhenxhefili në ushqim është automatikisht e rrezikshme, por suplementet e përqendruara janë diçka tjetër. Prandaj mos i trajtoni të dyja si të njëjta. 14. Xhenxhefili nuk e zëvendëson një dietë të shëndetshme. Ky është ndoshta mesazhi më i rëndësishëm i kësaj videoje. Nuk ka një ushqim të vetëm që mund të kompensojë një dietë të keqe. Nëse hani shumë ushqime të përpunuara, shumë sheqer dhe shumë kalori, ndërsa lëvizni pak dhe flini keq, një filxhan çaj me xhenxhefil nuk do ta ndryshojë të gjithë situatën. Por nëse ushqeheni mirë, konsumoni fruta dhe perime, burime të mira proteinash, drithëra të plota dhe yndyra të shëndetshme, atëherë xhenxhefili mund të jetë një shtesë e këndshme në dietën tuaj. Mund ta përdorni në supa, në çaj, në gatime, në sallata, ose në receta të ndryshme, dhe nuk është e nevojshme ta konsumoni çdo ditë për të pasur një dietë të shëndetshme. 15. Çfarë duhet të mbani mend? Le ta përmbledhim. Nëse konsumoni xhenxhefil në mënyrë të moderuar, ai mund të jetë një ushqim interesant dhe për disa njerëz mund të ndihmojë veçanërisht me disa lloje të përzierash. Ai gjithashtu është studiuar për shqetësime të tretjes dhe disa probleme të tjera. Por jo të gjitha pretendimet që qarkullojnë në internet janë të mbështetura nga prova të forta. Për dhimbjet e kyçeve, provat janë ende të pasigurta, dhe nëse e teproni mund të shfaqen efekte anësore si urthi, diareja ose shqetësimet e stomakut. Prandaj qëllimi nuk është sa më shumë xhenxhefil, aq më mirë. Qëllimi është përdoreni me masë dhe në mënyrë të arsyeshme. 16. Një mënyrë e thjeshtë për ta përdorur. Në vend që të kërkoni receta të komplikuara, mund ta përdorni xhenxhefilin në mënyra shumë të thjeshta. Për shembull, mund të shtoni pak xhenxhefil të freskët në ushqim. Mund të përgatisni një çaj të thjeshtë. Mund ta kombinoni me limon, ose mund ta përdorni si erëz në një vakt, por nuk ka nevojë të shtoni shumë sheqer apo mjalt vetëm për ta bërë më të ëmbël, sidomos nëse po përpiqeni të kontrolloni marrjen e sheqerit. Në fund, ajo që ka më shumë rëndësi është dieta e përgjithshme, jo një përbërës i vetëm. 17. Dhe tani përgjigja e madhe. Pra, çfarë ndodh me trupin tuaj nëse hani xhenxhefil çdo ditë? Mund të mos ndodhë asgjë spektakolare, dhe kjo është krejt normale. Mund të përfitoni nga shija dhe përbërësit e tij bioaktiv. Disa njerëz mund të përjetojnë përmirësim të shqetësimeve të caktuara të tretjes ose të përzierave, por nuk duhet të prisni një transformim dramatik të trupit. Nuk do të humbni automatikisht peshë. Nuk do të detoksifikoni trupin brenda disa ditësh, dhe nuk do të shëroni një sëmundje vetëm duke ngrënë xhenxhefil. Shëndeti ndërtohet nga shumë faktorë. Ushqimi, aktiviteti fizik, gjumi, stresi, pesha trupore, zakonet e përditshme dhe kujdesi mjekësor kur është i nevojshëm. Xhenxhefili mund të jetë vetëm një pjesë e vogël e kësaj tabloje. Ndoshta mësimi më i madh nuk është se xhenxhefili është një superushqim. Mësimi është se edhe ushqimet më të zakonshme mund të kenë përbërës interesant që ndikojnë në mënyra të ndryshme të organizmi, por duhet të mësojmë të dallojmë faktet nga egzagjerimet. Nëse ju pëlqen xhenxhefili, përdoreni me masë dhe si pjesë të një ushqyerje të ekuilibruar. Nëse merrni ilaçe rregullisht ose po mendoni të përdorni suplemente me doza të larta, këshillohuni me një profesionist shëndetësor. Dhe mbani mend, një ushqim i vetëm nuk ju bën të shëndetshëm, por zgjedhjet e vogla që bëni çdo ditë mund të ndërtojnë një stil jetese shumë më të mirë. Nëse kjo video ju ndihmoi, pëlqejeni, abonohuni në kanal dhe shkruani në komente. A e konsumoni xhenxhefilin çdo ditë? Dhe në videon e ardhshme do të shohim një tjetër ushqim të zakonshëm që shumë njerëz e konsumojnë çdo ditë,
por pak prej tyre e dinë se çfarë ndodh realisht brenda trupit.